Një ndër sfidat e mëdha që ka bujësia shqiptare, dhe blegtoria shqiptare është se të gjitha inputet e saj vijnë nga jashtë. Kjo ja rrit me njëherë Kosovën me 20%. Në skemat kombëtare që i thot Qimi, nuk ka as edhe një masë për të prodhuar inputet brenda vendit dhe për të ulur këto lloj kostosh. Në politikat e Bashkimit Evropian, zero. Ne jemi standardi BE-s. Unë jam të prodhu inputet. Ti e din që unë jam të prodhu. Dhe unë kam pra projekte tjera me prodhu. Por kërkush nuk ka mbështet. Tjetër. Biznesin tatë që ketë jeti ke ulliri. Si ja ka thënë kryeministri. Jo më jo e di e kryeministri se di unë atë por është jo rentabël. Jo rentabël. Albani nuk është rentabël. Nuk i Nuk janë rentabël idetë e Albanit. Ai bori kontratë në Vietnam tani. O më le Vietnamin. Po çfarë po thua? Po tani ne po thoni Beretin në Vietnam. Këtë e di mirë. Tani Këtë e di mirë. Albani ka ndërtuar një skem për Albanin, ka ndërtuar një skem, po praktikisht ai vaj që fermerët e Albanit kanë që ka vaj që prodhojnë katunarët e mi, fermerët e mi të Dumres, sot me atë që thot Albani me atë çmim që i tha Albani nuk shitet. Pse? Se ti do të bësh kontrata të rregulla, për atë që thash. Sot janë fut kompani serioze. Në proponimin e vaj dhe të bëhet kontrata të rregullta për vaj, se Albani qeni i grup në ata për të shtuar. Por çfarë po flet ti? Unë flas për lëndët e para, për inputet. Që nuk përdon as gjatë këtu. Po bëje, financoje. Po financoje më industrinë që ju ushqimit, se vjen i gjithë ushqimi i blegtorisë vjen nga Serbia. Turpi zotit. Po, edhe qumshi. Turpi zotit. Edhe qumshi. Po edhe këtu gjithë plerat vijnë nga Serbia, i kena prodhuar gjithë këtu. Pse nuk i prodhojnë këtu? Po pse nuk i prodhojnë këtu, mor zotëri, që tulim kostën, e të bëjnë konkurruese produktet. Nuk e asë një masë, nuk e... Për qëfar po digjet Bruxelli atje? Sepse a i thot do më mbroshtët mu. A i fermeri atje, po i djekë Bruxellin, se thot do më mbroshtët. Nuk do më lështët që të më konkurroj aj tjetëri. Janë në letër ato 52 miliard. Se nuk e mbrojke, se nuk je para për ta zhvilluar industri. Se nuk je para. Ky koncept që ke ti do të thot. Qeverin tënde e dua edhe unë, atë qeveri që i don ti, por nuk e mbron kështu, dhe nuk i bën mirë kështu. Po jo, nuk mbrohet kështu. Nuk mbrohet mirë, sepse uljen e Kosovë, orë zotëri, uljen e Kosovë e ka thënë kryeministri vetë në Cerrik, se u bind që një ndër shtyllat ku duhet bazohet bujësia shqiptare është i ulim kostot. E futi konkluzion, por në asnjë prej skemave që ka bërë Ministria e Bujësisë nuk ke asnjë skem për ulje kostosh.